Përshëndetje nga kuzhina e njerit, sot kam menduar me përgatitë specadullma që bëhen tavë tepër të shishme me patate edhe me krejt çdo që peshifni. Krejt që kanë nevojitën janë specadullma, pra dullma të mbushura. Recetën e këtyre e kam postu kur kam thonë gjithmonë i lë hazër të mbushura në friz, sa që të më vynë i nxjerri prej frizit, i lë me ushkri edhe siç peshifni. Bashkë më duket sikur me përgatit në Miami, me lënë hazër. I kom zirë prej frizit edhe i kom lënë me ushkri. Në anën tjetër i kom marrë 1 kg patate, i kom shpërla mirë, i kom qëru, i kom ngri, i kom shpërla prap, kështu në pjesë më të thoja. 2 qepi kom marrë, 2 specat e kuqe, 1 lugë të gjellës me salcë domatave, 1 lugë të gjellës salcë të specave, plot, 1 lugë të mesme me biber të kuq, 1 lugë të gjellës plot me veget, 1 lugë të mesme me hudhër blume, 1 lugë të qajit plot me biber të zi, 1 gotë të qajit me ujë të ngrahtë, 1 gotë të qajit me haltat Kosovës, ose shlagzane, ose hupla, ose ajk, si që shithun një tjertë, vaj edhe bismillah fillojna me përgatitjen. Furrën e kom zhu spari me nxenë temperaturë 220 gradë, tash të pra fillojna me përgatitjen. Spari në një bakall verë ujin, mandej halta ose shlagzane, e shpelojnë edhe pak këtë gotën pra, veç pak me ujë, me lmesat që i kam përmendër, gjitha i qesim në këtë bakallën, salcën e specave, salcën e domatave, qesim pra pak vaj, një 3-4 lugë, edhe shpelojnë këtë gotën, e kemi qitë pra pak ujë të gota, kemi shpërla edhe i përzina gjithë përbersit me tel të dorës. Tash e marrim një tigan, prap qesim pak vaj edhe lojna që të nxehet mirë. Pasi që është nxehur vaj, tash e marrim patatet, i ka verdisim tek vaj i nxehtë. E shtojna 2 qepë në dritosë, edhe 2 specat e kuqe. Edhe 2 minutë. E kemi ka verdis patatat me qepë dhe specat për një 10 minuta në vaj. Tash të mbasi që kemi përzit gjithë përbersit bakall, ja qesim patatat dhe kemi një përzit në plat. Furra është nxehur në temperaturë 220 gradë, pra hazër është nxehtë, e morëm tash një tavë ose një tepsi, edhe në base të kemi përzimje patatet e qesim në tepsi. E kemi marrë pra tavën ku edhe i qesim patatet në tavë. Tek tigoni kemi qitë veç pak ujë, e shpëlajna edhe tigonin. Kjo e qesim edhe këtë ujin. Basi kemi qitë pra patatet, tash i marrim edhe specat. E renditim i patate. E marrim një furç, edhe tek ky lamo që e kemi qitë për brenda, veç e marrim kapak edhe i lyna specat me këtë lamo. Tash ti kemi qitë pra dhe specat edhe ja qisim kapakun tavës ose një letër, jo ja qitë një të lakt me ujë, letër për pjekje, edhe fusim pra tavën ose jo tepsin në furrën e nxehur në temperaturë 220 gradë. Pak para se me hek një 5 minuta, nëse doni pak mi rreshk specat për mi, veç e hek një kapakun edhe i lani 5 minuta ashtu, edhe me njerë pra fusim tavën në furrën e nxehur. Bas 20 minutave e kemi hek tavën prej furrës dhe i rrotullojna specat pra në
anën tjetër. Duhet me rrotullu dhe prapë e fusim pra tavën në furrën e nxehur. E kemi hek edhe tavën tashti prej furrës, komplet krejt prej fillimit deri në fund për 1 orë e kom lanë pra në furrën e nxehur në temperaturë 220 gradë, siç thash në fillim, në fund 10 minuta para se me hek e kom hek veç kapakën edhe kom lanë me urreshk pak specat siç pe shihni. Neve na befshin mirë, juve pashtu nëse përgatitni ja vlen, ti provoni super të shishme, edhe ju më shumë përbars që kanë mjo knoq. Ju përshëndes përzemërsisht, falenderoj për çdo përqend receta të mia, faleminderit për përkrohen që ma bëni. Komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them, miru pafshim.